Përmbytjet e përsëritura dhe dëmtimi i rrugës nga vërshimi i ujrave kanë ngritur në protestë banorët e fshatit Gjormë në bashkinë Kurbin, të indinjuar nga mungesa e ndërhyrjeve. Për parandalimin e përmbytjeve, banorët kanë bllokuar për disa minuta rrugën nacionale Laçmamurrës, duke shkaktuar rradhë automjetesh dhe tension në zonë. Gjatë protestës nuk kanë munguar as përplasjet verbale mes banorëve dhe drejtuesve të mjeteve. Sipas banorëve, kjo situatë është e përsëritur dhe lihet drejt për drejt me mungesën e pastrimit dhe sistemimit të kanaleve kulluese, duke bërë që zonat e përmbytjet sa herë ka rreshë Din Rashiu. Sot kena bloku rrugën nacionale për me sensibilizu bashkinë, me sensibilizu Këshillin e Qarkut, me sensibilizu qeverinë kretë, sepse ne jena ka 3 ditë kemi ka dali, mujti ka plas kena dali mrama, te jena mbi 300 shtëpia nena, si bën fjalë për 2000 sa njerëz që kena ngel bloku kretë prej ujtit, rruga që si ja bën filmonja me kamerë, skalohet tu si me qenëm Kandahar. Këtu fonde ka bashkia të paktën për mirëmbajtjen e rrugëve rurale Mihill Zhavarre me lan Slavatorin me pastru kanalin. Kena njerëz smund ke shtëpia, unë për vete kam 2 invalid në shtëpi si lëvizin fare, i çej bëj oksigjen e mi u bën serum, nesër larg shoh me mdek nana, se kam 19 vjeç, jam krevatrat aty, s'kan ka vin as miqë dashamira, s'kam ku e çojm tok nanën. Kjo situatë nuk është vetëm si vjet, kjo është përsëritur bën ka 4-5 vjet. As i lloj ndërhyrje nuk ka bën, përveç se çka kena bën vetë lagje e çuna që jetë një shtetit me lek tona aty. As drita, as rrugë, as ujë, as zgjë, se atë kërku. Po të citat në besit drejt të rrugë, veç apo se. Plesi kena. Po ku më kalu më këtu sala tonku? Dia gaci tu kalu këtu, jo më kalu ne. Plesi kemi smun, këshpia, bashkia as vetë dorë unë bot. Ka thonë më zgjobë se as i rrugë, as çakull, as guë se nuk e shem zgjobë. Se halli ka zgjobë nuk e di. Jo bo rruga, kena marrë mbrëm të bashkisë në telefon, kena marrë policisë në telefon, asë një nuk na përgjigj. Edhe përgjigja e këtynve kasan, zheni mjetët ju, jo bim naftën ne. A kupto? Ka që zonë kanë thonë. Edhe nuk mund kalohet. Asë njëri nuk arë mbrëm, kena dalë mbrëm e kena bloku urën me lopata. Nuk ka ardhë kërkush, i bishim telefonit, ati të bashkisë, Eduard Kurtit, a i s'hap të telefonin fare, kishte fik telefonin kretë. Kështë i shif një vetë situatën, s'kine që me folë ma za. Kryetarja e bashkisë do tjetë në krye të emergjensave civile në tënë botën. Këtu nuk shikohet fare një kryetare bashkia, apo një bashkisë është qyrdje, që nuk shikohet asni që për me pa. A ka bo dame? Dame ka bo, sheve damin vetë, sheve damin si është rruga, si është ba rruga. Për 20 centim ka kaluat e superurës që do të kishte përmyt mosisht e populli, do të kishte përmyt komplet zonën poshtë. Bllokimi i rrugës zgjati rreth 1 orë, ndërsa u desh ndërhyrja e policisë për të bindur protestuesit që të lirojnë aksin rrugor për të rikthyer normalisht qarkullimin e mjeteve. Fshati Gjormë mbetet një nga zonat e prekura nga përmbytjet në bashkinë Kurbin.